përshëndesi gjithëve, mirë se vini në Tirana Live. Do të jemi së bashku për të parë zhvillimet kryesore të ditës së sotme. Prokuroria e posaçme ka nisur hetimet për fondet e kuvendit të rithemelimit që parapriu kthimin e Sali Berishës në Partinë Demokratike. Thonë paradite, prokurori Arben Kraja mori në pyetje për 90 minuta Belind Kolliçin, i cili ishte një prej organizatorëve të kuvendit në Air Albanias bashku me Flamur Nokën dhe Albana Vokshin, ku ai është pyetur për origjinën e parave dhe faturat e eventit të 11 dhjetorit të 2021-shit. Sërish telashe për Sali Berishën në Spag. Të hënën pranë organit të akuzës u thirr deputeti i Partisë Demokratike Belind Kolliçi, i cili u pyet për 1 orë 30 minuta nga hetuesit, ndonse tha se është thirrur për një çështje periferike. Mësohet se Belind Kolliçi është marrë në pyetje lidhur me një hetim pasuror që prokurori i posaçëm Arben Kraja po kryen ndaj kryeministrit Sali Berisha dhe familjarëve të tij. Konkretisht Belind Kolliçi është pyetur si person që ka dieni për financimin e kuvendit të rithemelimit mbajtur me 11 dhjetor të vitit 2021 në stadiumin Air Albania. Mësohet se hetuesit e kanë pyetur Kolliçin se si janë siguruar parat për të paguar qiran e stadiumit Air Albania, kush ka financuar dhe si janë deklaruar këto para që arrin në qindra mijëra euro. Kolliçi në ato kohë ka qenë një nga organizatorët e kuvendit të rithemelimit bashkë me Flamur Nokën dhe Albana Vokshin, ku Berisha shkarkoi Bashën dhe mori drejtimin e Partisë Demokratike. Ky hetim pasuror ndaj Berishës nisi paralelisht me hetimin e aferës Partizani, proces që tashmë është në gjykim me të pandehur për korrupsion edhe vetë ish-kryeministrin Berisha. Lidhur me këto aferë korruptive gjatë seancës të SHN-s, mbrojtja e ish-kryeministrit Sali Berisha kërkoi që të thërritet si dëshmitar edhe Edi Rama në cilësinë e ish-kryetarit të Bashkisë së Tiranës. Sipas avokatit të Sali Berishës, Rama është personi kyç në këtë proces, duke pretenduar se ishte ai personi që përpiloi bazën ligjore për ndryshimin e destinacionit të trullit nga klubi sportiv në shesh ndërtimi. Seanca e radhës do të zhvillohet me datën 26 janar. Dosja për aferën Partizani kaloi për gjykim në 19 maj të vitit të kaluar. Berisha akuzohet për korrupsion pasiv të zyrtarëve të lartë, pasi akuzohet se në cilësinë e kryeministrit ka ndërmarrë veprime konkrete në miratime ligjesh dhe akte nënligjore ku përfitues ishte edhe dhëndri i tij Amarbër Maltezi. Opozita nuk tërhiqet nga përpjekjet për të ndaluar Endri Shabani në funksionin e tij si avokat i popullit, megjithse dha firmat për kandidaturën e tij. Tani më Partia Demokratike ka çuar procesin e zgjedhjes së tij në kushtetuese dhe ka kërkuar pezullimin e menjëhershëm të tij nga detyra. Firmat e demokratëve dhe votat e socialistëve për Endri Shabanin, që e çuan në zyrën e avokatit të popullit, kanë përfunduar në gjykatën kushtetuese. Kausi që parapriu zgjedhjen e tij erdhi nga dy qëndrimet që mbajti PD-ja, deputetët e secilës fillimisht i dhanë firmën, por më pas kërkuan tërheqjen e tyre. PD ishte e paqartë edhe për dërgimin e çështjes në kushtetuese, ku dukse pati dy grupime për ta çuar apo jo, por tashmë zyrtarisht dokumenti është në gjykat. Demokratët kanë cituar disa nene të kushtetutës duke vlerësuar zgjedhjen e tij antikushtetuese dhe për të kërkuar konstatimin e papajtueshmërisë. Po ashtu PD si akt final kërkon prej kushtetueses shfrytëzimin e vendimit të parlamentit për Shabanin. Deri në shqyrtimin në themel, nëse kushtetuesja do e vlerësoj për kalim në seancë, opozita kërkon edhe pezullimin e zgjedhjes së Shabanit. Në gjykatë kushtetuese, po, do dërgohet, është zgjedh në kundërshtim flagrant me procedurat. Fillimisht demokratët e mbështetën Shabanin me firma, po rrugës i tërhoqën ato, gjë që nuk ju pranua prej socialistëve dhe kaluan në votim, duke i dhënë 85 kartona jeshil. Kërkesa për tërheqjen e firmave fillimisht u bë në Komisionin e Ligjeve dhe po ashtu më pas në seancën parlamentare. Por sipas PD-s, tërheqja e firmave ka ndodhur edhe në korrik të 2022-shit dhe në atë kohë PS-ja e pranoi. Tani pritet që të shihet se çfarë do të bëjë gjykata kushtetuese. Çështja fillimisht do të shqyrtohet nga kolegji i gjykatës, i cili më pas do të vendosë nëse do ta kalojë apo jo çështjen në shqyrtim, si dhe çfarë do të bëjë me kërkesën paralele të PD-s të pezullimit të Shabanit nga detyra deri në marrjen e një vendimi në themel.
Shqipëria do të prodhojë energji elektrike nga ERA. Një park eolik do të ngrihet në Tropoj nga një kompani amerikane. Kryeministri Rama tha se Shqipëria pushton investimet në energjinë e rinovueshme me synim uljen e varësisë nga energjia hidrike. Zëvendës kryeministria Belinda Balluku tha se këto projekte synojnë qëndrueshmërinë e energjisë, ndërsa në proces janë 1.5 miliard euro investime private. Shqipëria do të ketë një park eolik i cili do të prodhojë energji elektrike nga ERA. Projekti do të realizohet nga kompania amerikane CWP dhe do të ketë një kapacitet prodhues të energjisë deri në 600 megavator. Zëvendës kryeministria Belinda Balluku tha se ky projekt është i rëndësishëm drejt një ekonomie të qëndrueshme, ndërsa deri më tani janë realizuar rreth 1.5 miliard euro investime në sektorin energjetik. Ky në fazën e realizimit të projekteve konkrete. Nëpërmjet projektit të kompanisë amerikane CWP me kapacitet të pritshëm për të instaluar 600 megavator. Kjo nuk është një rastësi, nuk është një rezultat i një politike të pastudiuar, vjen në bazë të një strategjie. CWP është një kompani lider në energjinë e rinovueshme në Europën juglindore. Për shkak të prodhimit të energjisë së pastër që nuk ka efekte në mjedis, Shqipëria e ka zero taksën e karbonit nga Bashkimi Evropian. Taksa e karbonit, që produktet energjetike me origjinë shqiptare e përllogaritur nga Komisioni Evropian është zero. Kjo sepse Shqipëria ka investuar në mënyrë të zgjuar dhe me politikat të qarta që garantojnë integrimin e tregut energjetik në atë evropian. Për kriun e qeverisë, Shqipëria së shpejti synon që të kthehet në një vend sovran energjetik, duke rritur prodhimin e energjisë së rinovueshme deri në 30%. Shojmë që gjithçka të shkojë ashtu si duhet dhe në harkun e 12 muajve pa llogaritur periudhën kur dimri është intensiv. Ky park i madh i energjisë së erës në Tropoj të hyjë në rrjetin e prodhuesve të energjisë rinovueshme në vendin tonë. Sektorin energjetik e cilëson një histori suksesi e cila konfirmohet edhe nga fakti se asnjë kompani serioze nuk ka pasur rezerva për procedurat të nderuese. Ta nënvizoj me që jemi në një fazë të historisë sonë kur fjala korrupsion është si ato këpucët e modës, që po nuk e nxori njeriu nga goja duket sikur nuk është në modë, që pikërisht në këtë sektor kjo fjalë ka marrë një përgjigje të vazhdueshme sistematike dhe nuk ka një kompani të vetme serioze që ka marrë pjesë në këto gara që të ketë shprehur një rezervë sado të vogël lidhur me integritetin e garave. Sistemi energjetik në vend ka pasur një përmirësim të ndjeshëm të treguesve. Humbjet në rrjet u ulën në 16.9% nga mbi 45% që ishin para vitit 2013. Shtetet e Bashkuara të Amerikës i kërkojnë drejtësisë re shqiptare të garantojë ligjërisht investimet e rëndësishme amerikane në vend. Ambasadorja në detyrë Nancy Van Horn takoi kryetarin e re të gjykatës kushtetuese Fiona Papajorgji dhe i përsëriti asaj mesazhin e njëjtë që i dha dhe kreautorit të SPAK dhe të BKH-s. Luftën kundër krimit ndërkombëtar dhe trafikut të drogës si dhe linjën e administratës së re Trump për drejtësinë shqiptare. Ashtu si në takimin me kreun e ri të SPAK dhe BKH dhe gjatë takimit me kryetarin e re të gjykatës kushtetuese Fiona Papajorgji, e ngarkuara me punë Nancy Van Horn për colli linjën e administratës së re amerikane në bashkëpunim me drejtësinë e re në Shqipëri, çmontimin e rrjeteve të narkotrafikut dhe krimin e kushteve të barabarta për bizneset amerikane. Gjykata kushtetuese luan një rol të rëndësishëm në garantimin e drejtësisë për qytetarët shqiptar duke mbajtur përgjegjës ata që shkelin ligjet e saj dhe duke ruajtur një sistem ligjor të drejtë dhe të parashikueshëm në mënyrë që bizneset amerikane të mund të lulëzojnë. Takimi i Van Horn dhe deklarata e saj vjen ditën kur një tjetër investim i rëndësishëm amerikan u bë publik në Tiranë, ai i parkut të energjisë eolike në Tropoj me një kapacitet të madh prej 600 megavatësh,
i cili pritet të vihet në funksion brenda një viti. Ky nuk është takimi i parë që Van Horn ka zhvilluar me institucionet e drejtësisë. Më herët e dërguara e Washingtonit u takuan dhe me kreun e ri të SPA, Claudian Braho, ku nënvizoi mbështetje ndaj SPAK në luftën kundër krimit të organizuar dhe trafikut të narkotikëve, që duket se është tashmë fokusi qendror i Shteteve të Bashkuara, edhe në bashkëpunimin me drejtësinë shqiptare. Te këto qëndrimet Shteteve të Bashkuara do të ndalem në këto momente. Me mua në studio është bashkuar zoti Artur Nura. Përshëndetje, faleminderit zoti Nura që jeni me ne. Janë në fakt mesazhe që vinë në një ditë shumë të rëndësishme, qoftë për takimin vetvete, Nancy Van Horn që takon kryetarin e re të gjykatës kushtetuese, por nga ana tjetër kemi ndjekur përgjatë ditës së sotme edhe prezantimin e një projekti shumë të rëndësishëm amerikan në energji. Si shihni këto ndryshime? Si duhet i lexojmë në kuadër të gjitha ndryshimeve edhe në politikën globale? Unë mund t'i lexoj në dy forma. Në formën e parë është politikja, janë Shtetet e Bashkuara të Amerikës, të cilat janë dinamike në tërësi, janë dinamike dhe padyshim në diplomaci nuk flitet me fjalë, po me veprime, me shfaqje. Dhe sot është qartësi, po themi Washingtoni, në një dimension mjaft dinamik. Jo me të folur, jo me deklaratat, se deklaratat ke faqe ambasadës amerikane janë krejt shkurtra, po me shfaqje televizive. Në që formë? Takimet që i ka bërë përfaqësuesja më e lartë e kësaj ambasade janë domethënëse në sistemin e drejtësisë, në Ministrinë e Brendshme dhe padyshim me investime të drejtë për drejta në një fushë ekonomike shumë të rëndësishme, që është energjia. Energjia është pas naftës, është pushteti i ajrit, po themi. Unë vi nga për arsye pune për emisionet të gjitha rrugët që çojnë në Rom, vi nga Italia, në një zonë e cila ishte e mbushur me energjin eloike. Dhe më mirë vonë se sa kur. Projekte personalisht si gazetar të ngjashme kam parë në shumë vite. Po them rreth 20 vite eksperiencë pune ku her pas here kemi dëgjuar për projekte që vinë. Kur vinë me shifra 1.5 miliard, padyshim janë projekte serioze. Dhe si mund të lexohen? Mund të lexohen padyshim në formën politike. Ishin drejtuesit më të lartë të qeverisë Rama, të cilët morën fjalën dhe vlerësuan mbështetjen amerikane në këtë fushë të padiskutueshme ekonomike, po është edhe, pse jo, eleganca e kësaj qeverie për ta zgjidhur edhe problematikat që ka historikisht e majta, me problematikat që ka fiktive dhe jo faktive, me veriun. Të investoj kjo qeveri në Tropoj është një investim disa planësh. është investim ekonomik, është zonë që ka nevojë për mbështetje ekonomike të jashtëzakonshme, po është dhe investim politik. Për të thënë që ne nuk kemi paragjykime siç na akuzojnë. Ne, kur gjërat janë të rëndësishme, i bëjmë me vullnet të qartë. Dhe jo rastësisht dy krerët më të lartë të ekzekutivit ishin sot dhe morën fjalën dhe folën për këtë investim të jashtëzakonshëm. Pjesa tjetër pastaj është fjalë, është, po themi, telenovela turke, është çfarë të duash ti mund t'i vesh epitete, por politika ka të bëjë me ekonominë dhe ekonomia ka të bëjë me politikën. Kur ti ofron atë, zoti Rama pati dhe një fjalim, një përgjigje për, po themi, për ata që e akuzojnë për korrupsionin, i cili është padyshim një penalitet individual, dhe duhet përgjigje individualisht secili, ka dhe përgjegjësi politike. Është me amerikanët, investim amerikan, dhe nëse ka korrupsion, i themi amerikanëve të na e thonë. Pra, kjo është mesazh për ata që nuk din të lexojnë racionalisht. Tani, si mund ta lidhim këtë investim kaq të rëndësishëm amerikan me takimin që pati sot e dërguara me punë Shtetet Bashkuara të Amerikës me kryetarin e re të gjykatës kushtetuese, por patjetër edhe mesazhin që dha, tani më fokusi tek lufta kundër drogës, tek çështja e krimit ndërkombëtar, duke si një lloj implementimi i linjës së re të administratës Trump edhe në vendet e Ballkanit Perëndimor, edhe flasim këtë rast patjetër për Shqipërinë. Qartë, kush e ka ndjekur zhvillimet në politikën amerikane, rikthimin e zotit Trump në shtëpinë e bardhë edhe premtimet elektorale dhe padyshim, po themi, planet për qeverisjen me administratën Trump, narkotrafiku është një element shumë i rëndësishëm i këtyre programeve. E pa me Venezuela. Antikorrupsioni është një padyshim Venezuela, po jo vetëm, se ka edhe hapësira të tjera, paralajmërime të tjera, dhe në Ballkan që është e rëndësishëm. Ka një lajm i cili
unë një rastisht në fillim të bisedës kujtova dhe takimin që ka bërë me ministrin e brendshme, sepse sistemi i drejtësisë është i pavarur, po ama duhet ekzekutuar nëpërmjet ekzekutivit, nëpërmjet sistem policët gjyqësor, po edhe policët e Ministrisë së Rendit. Kështu që ka një zhvillim, siç e thash, flasin pak, po veprojnë shumë. Ka një dinamik të kësaj ambasade me administratën e Trump, një periudhë të caktuar pati një lloj fjetje në thonjza, sepse rivendoset administratët e re, u ndryshuan disa, po themi, qasje ndaj politikave të politikës jashtme, por edhe të asaj të antikrimit, kështu që tashmë kemi një zhvillim dinamik të kësaj ambasade dhe duket se ka dhe një lloj, po themi, bashkëpunimi me ekzekutivin, i cili vjen në mënyrë të hapur, vjen si mbështetje, dhe pa dushim pritën rezultate, cilat janë. Ne do të kemi zhvillime, besoj, brenda janarit edhe pas janarit, të cilat do verifikojnë që ka një lloj sinkronizimi të kësaj qeverie me qeverinë e Shtetit Bashkuar të Amerikës. Konkretisht me ambasadën, po pse jo, edhe më gjerë. Sepse unë e them vazhdimisht për ata që janë në opozitë, nëse nuk kuptojnë zotësinë e Ramës, nuk kanë për ta mundur kurrë. Rama funksionon në disa dimensione dhe pa dyshim ka hapur dyert për shtëpinë e bardhë, për aleatin më strategjik të rëndësishëm dhe këto janë rezultatet. Një investim privat amerikan, ju e dini shumë mirë që kur vinë investimet amerikane qofshin dhe private, nuk vinë në rrugë të ndara nga ato institucionale dhe jo rastësisht është prezente ambasada amerikane. Kështu që kjo është për t'u lexuar. Pastaj se çfarë thuhet sot ka një mitingu modest, ku akuzohet që do vinë rezultatet nga SBA-ja, do shkojnë këtu. Këto janë gjitha pastaj telenovela turke dhe nuk ka asgjë konkrete. Këtu është nga qytetarët tashmë kemi mbi 30 vjet demokraci, din të lexojnë qartazi, duhet të lexojnë veprimtarinë e aleatëve strategjik. Ka dhe një lajm tjetër që është po me aleatë strategjik, po që nuk lidhet me Shqipërinë, po Kosovës i bëhet thirrje nga Brukseli të veproj sa më parë që të ndërtoj vullnetin politik në parlament dhe të marri planin e ringritjes. Çfarë do të thotë plani i ringritjes? Miliarda euro, miliona apo miliarda euro që do shkojnë në favor të ekonomisë. Kështu funksionon politika e perëndimit. Kështu që kjo është ajo që duhet lexuar dhe mos harxohet kohë me pjesën tjetër që nuk sjell asgjë të re. E shihni si telenovel turke. Unë dua një koment fundit për mesazhin që ka ndarë Van Horn, i cili ka qenë thuajse i njëjtë, jo thuajse, po i njëjtë me ato që ka ndarë dhe me kreun e ri të SPAK, po njëherë është edhe të Byros Kombëtare të Hetimit, që lidhet me luftën kundër krimit ndërkombëtar dhe trafikut të drogës, që e përmenda, mund ta shohim këtë zyrtarisht si një ndryshim të administratës Trump që implementohet edhe tek ne? Për institucionet e drejtësisë së re, dua të them. Po, besoj që mund të shifet sigurisht ashtu, pavarësisht që edhe ndryshimit në shtetet e konsoliduara si të Amerika, pavarësisht edhe betejave të ashpra elektorale, në një farë mënyrë politika e tyre nuk ndryshon, ose forcohet, ose dobësohet, por nuk ndryshon qartë. Dhe kështu edhe në këtë rast do shikohet si një mbështetje që i vjen instrumentave të drejtësisë, të cilët janë të sponsorizuar financiarisht, politikisht dhe u janë afër. Po kjo nuk do të thotë që politika e legjislatorit të mos merret me reformën drejtësisë që ne kemi përmendur edhe në herë të tjera për të respektuar disa standarde të cilat janë shumë të rëndësishme për demokracinë. Standarde të cilat po nuk respektuan mund të kthehesh në një republikë të prokurorëve. Dhe kjo nuk do të jetë e mirë për demokracinë shqiptare. Kështu që në këtë plan duhet patjetër reforma të vazhdojë pa komplekse nga shumica në bashkëpunim me opozitën që dëshiron të funksionojë dhe unë besoj që do të kemi të reja pas një vendimi të gjykatës kushtetuese, të reja që do të jenë sipas leximit tim personal në favor të forcimit demokracisë në Shqipëri, e cila ndërtohet mbi themele të mirëfilla që vijnë nga vullneti i sovranit dhe që vijnë nga ndarja e qartë e pushteteve, që po u prishën këto ekuilibra, ti mund të ndërtosh çfarë të duash, mund ndërtosh edhe ato siç bëjnë vende si me të cilat ballavaçohet administrata Trump në mënyrë të hekurt, dhe si Venezuela apo Kuba, cilët edhe Kuba ka filluar të reflektojë, dhe nuk ndërton atë që ne kemi ëndruar prej kohë, që themi që në vitet 90 të shkojmë drejt Europës. Europa është instrumenti i demokracisë që fillon nga
vullnetit sovranit dhe ka ndarja e sakt e pushteteve. Unë ju falenderoj shumë zoti Nura. Kënaqësi që ishit me mua për analizën që nda drejt për drejt me ne. ABC News ka ndryshuar kanal. Si ta gjeni? E thjesht. Bëni kërkim automatik në televizorin tuaj, dekodra digital dhe Tring, dhe ABC News do të shfaqet në listën e kanaleve tuaja. Ne jemi kudo. Dy shqiptar, babë e biru, plagosur në një atentat në Athinë pasi u qelluan me armë. 39 vjeçari nuk rezulton me precedent penal, por lokali që ai kanë sipas policisë greke është në pronësi të një tjetër shtetasi shqiptar, emri i cilit ka dalë në komunikimet e zbardhura në Sky ECC në Greqi si kreu një grupi kriminal. Letuesit dyshojnë se atentati ndodhi për shkak të përplasjes së bandave kriminale. Dy shqiptar janë plagosur me armëzjarri në një atentat të ndodhur mëngjesin e së hënës në Athinë. Si pasojë të shtonave plumbat kanë kapur 39 vjeçarin Negri Sinovarfaj dhe babain e tij 70 vjeçar. Sipas policisë greke, dy të plagosurit ndodhen jashtë rrezikut për jetën. Dyshimet e policisë janë se ky atentat ka ndodhur për shkak të përplasjeve mes bandave kriminale greko-shqiptare. Pavarësisht se 39 vjeçari Negri Sinovarfaj nuk rezultoni përfshirë në ngjarje kriminale, ai kishte në pronësi lokalin edhe ku ndodhi atentati. Ky lokal sipas hetuesve grek kishte si pronar të vërtet një tjetër shqiptar, 34 vjeçarin nga Vlora, Andon Salati, i cili rezulton se është një nga drejtuesit e një bande kriminale që vepron në Athinë. Lokali ku ndodhi ngjarja është përmendur në dosjen dhe në përgjimet në Sky ECC në Greqi, ku godit një bandë shqiptare në dhjetor të 2024-s. Në atë kohë bashkë me Andon Salatin u arrestuan 14 shqiptar të tjerë dhe disa shtetas grek. Ata ishin të përfshirë në trafikimin e kokainës dhe heroinës nga Shqipëria, Spanja, Amerika Latine drejt Greqisë. Andon Salati sipas dosjes së operacionit në dhjetor të 2024-s, konsiderohet një nga krerët e një prej grupeve kriminale në bashkëpunim me Denis Grabockën. Salati, i cili njihet me pseudonimet Sal, Sala dhe Toni, rezulton përdorues si Sky ECC dhe Encrochat. Pjesë e grupit të Andon Salatit ishte edhe Aleksandar Sadikaj nga Memaliaj, i ekzekutuar në Tiranë në 2022 pas shpërthimit të eksplozivit në makinë. Edhe kjo ngjarje u pasua me disa ngjarje të tjera të rënda kriminale në Shqipëri. Në dhjetor të 2022 dyshohet se në shenjë hakmarrje në Shqipëri u vra Edmond Papa, gjithashtu i përfshirë në një tjetër bandë kriminale në Greqi. Për vrasjen e Edmond Papës u dyshua se organizua nga daja i Aleksandar Sadikaj, Andrea Kalemi dhe miq të tij. Edhe Andrea Kalemi, i njohur si Tik Kalemi, është lakuar se drejton një bandë kriminale që merret me trafikun e drogës në Athinë. Ndërkohë Andon Salati dhe Denis Grabocka rezultojnë pronar të fshehtë të një kompanie që jep makina me qira në Athinë, por edhe bizneset të tjera që i kanë vënë në emër të personave të tretë. Salati në shkurt të 2016 rezulton të jetë ndaluar nga policia shqiptare në pikën e kalimit kufitar të Kakavijës me 148.000 euro cash, të cilat po tentonte t'i fuste në Shqipëri, por për këtë është proceduar penalisht në gjendje të lirë. Nga viti 2018 deri në 2020 ai ka qenë burgosur si kreu një grupi kriminal që shiste lëndë narkotike në Athinë dhe në Mykonos. Pavarësisht kësaj, ai vazhdonte kontrollin e trafikut dhe shpërndarjes së drogës nga burgu përmes platformave të kriptuara. Ramazan Raja tha në procesin ndaj dy autorëve të atentatit ndaj ish-prokurorit Arjan Doja në 2019 se ai nuk i njeh Ndojon dhe Rumin e Shijakut. Raja përjashtoi veten nga çdo lidhje me këtë ngjarje, duke thënë se ditën e atentatit ai ka qenë jashtë vendit. Por Raja pranoi njohjen me Plauren Dervishajn dhe Julian Meçajn, dy të akuzuarit për atentatin tek mbikalimi i Shkozetit. Ramazan Raja i arrestuar për atentatin e ndodhur më 1 nëntor të vitit 2019 ndaj ish-prokurorit Arjan Doja, i cili aktualisht mban postin e deputetit në siglën e Partisë Demokratike, ka mohuar të ketë lidhje me këtë ngjarje. I thirrur në gjyqin ndaj Plauren Dervishajt dhe Julian Meçes, i pandehuri Ramazan Raja ka thënë se në momentin e atentatit ai ndodhej jashtë territorit të Shqipërisë. Nuk kam siguruar kushte as për Arjan Doj, as për Genci Malokun. Nuk kam patur as një automjet në përdorim në momentin që jam arrestuar. Në 1 nëntor kam qenë jashtë territorit të Shqipërisë, përpara dhe pas asaj ngjarje. Mëtej, Ramazan Raja ka mohuar të ketë njohje me Arjan Dojnë dhe me persona të tjerë që kanë qenë në automjet me të kur u bë atentati, por nga ana tjetër ka pranuar njohjen me Plauren Dervishajn dhe Julian Meçan. Plauren Dervishajn e njoh.
Redian Rajën e kam kushëri, Julian Meçaj e njoh, ndërsa të pandeurit e tjerë i kam njohur në burg. Arjan Doj, Vullnet Muça, Aleksandër Lao e të tjerë nuk i njoh, i kam parë vetëm në televizor, as Ervin apo Luan Matën, nuk kam patur aplikacion Sky. SPAK e akuzon Ramazan Rajën dhe kushëririn e tij Redian Raja e personat të tjerë në qytetin e Durrësit se kanë bashkëpunuar në atentatin e 1 nëntorit të vitit 2019 në zonën e Sukthit, në të cilin mbeti i vrarë Andi Maloku dhe u plagosën Aleksandër Laho, i njohur gjithashtu edhe si Pëllump Muharremi apo Rumi. Dhe prokurori i Durrësit Arjan Doja. Ramazan Raja është nipi i deputetit të Partisë Socialiste Rahman Rajës dhe rezulton se është dënuar edhe në Belgjik. Në maj të vitit 2024, SPAK njoftoi se kishte zbardhur tentativat e vrasjes ndaj prokurorit Arjan Doja dhe dërgoi për gjykim çështjen ndaj Flauren Dervishajt, i njohur si pjesë të ashtu quajturës Banda e Durrësit, Julian Meçaj, Bledar Polovinën, Amar Shkëmbin, Ramazan Rajën, Gentin Dërnjakut, Bashkim Haxhias dhe Julian Pietrit, të akuzuar për një sër atentatesh dhe vrasjen e të ndjerit Andi Maloku. Drejtori i Policisë së Shtetit ka firmosur ndryshime në drejtuesit e policisë në disa qarqe të vendit. Në Elbasan Proda nuk ka pranuar dorëheqjen e kreut të policisë atje Fatmir Hoxha, i cili mbetet në detyrë pas vlerësimit për performancën vitin e shkuar. Në Korçë emërohet drejtor policie Vilson Bala, në Lezhë caktohet përkohësisht Islor Islami, ndërsa në Durrës Afrim Tafa. Kreu i Policisë së Shtetit Ilir Proda ka firmosur disa ndryshime dhe emërime të reja në drejtimin e disa drejtorive vendore të policisë në kuadër të riorganizimit të strukturave drejtuese në nivel vendor. Sa i përket drejtorisë vendore të policisë Elbasan, drejtori i përgjithshëm i Policisë së Shtetit Ilir Proda ka vendosur të mos pranojë dorëheqjen e drejtuesit Fatmir Hoxha. Ky vendim është marrë pas vlerësimit të rezultateve të larta të arritura gjatë periudhës të fundvitit 2025, veçanërisht në drejtim të garantimit të rendit dhe sigurisë publike, si dhe menaxhimit të situatave operacionale. Për rrjedhoj, drejtues Fatmir Hoxha do të vijojë ushtrimin e detyrës si drejtori i drejtorisë vendore të policisë Elbasan me qëllim vazhdimin e punës dhe konsolidimin e rezultateve të deritanishme. Sipas ndryshimeve të firmosura, Vilson Bala është emëruar drejtori i drejtorisë vendore të policisë Korçë. Ky emërim vjen pas shkarkimit në nëntor të 2025-s të Erion Ahmetit, pas ngjarjes së ndodhur në Devoll, ku një 32 vjeçar u mor me forcë nga banesa dhe u dhunua rënd për disa orë nga një grup personash, mes të cilëve Altin Albati, vëllai i deputetit Bledion Albati. Kjo ngjarje ishte përsëritur dhe drejtuesit e policisë të Devollit nuk kishin marrë masa për parandalimin e konfliktit. Ndërsa Islor Islami është caktuar përkohësisht me detyrën e drejtorit të drejtorisë vendore të policisë së Lezhës. Ky vendim vjen pas shkarkimit të Altin Menës, më 29 vjetor. Ky i fundit mbante postin e drejtorit të policisë së Lezhës dhe u shkarkua me urdhër të kryepolicit Ilir Proda për performancë të dobët. Mena u emërua në post më të ullët si zëvendës drejtor për sigurinë publike në Kukës. Po ashtu Afrim Tafa është caktuar përkohësisht drejtori i drejtorisë vendore të policisë Durrës pas caktimit të Skënder Hitajt në Fier. Jemi sërish së bashku drejt për drejt në Tirana Live, do të ndalemi tani me të tjera zhvillime. Java nisi me ndalim të shirave dhe uljet ndjeshme të temperaturave, por në Fier ende nuk ka kaluar rreziku i përmbytjes nga semani në disa fshatra. Situata mbetet në varësi të shkarkimeve nga hidrocentrali Moglicës në Devoll. Argjinatura e semanit është dëmtuar dhe banorët i druhen vërshimit të ujit në rast të shtimit të prurjeve. Vërshimet e lumit Seman përmbytën për herë të dytë brenda 2 muajve territoret e 3 bashkive në Fier. Një situatë e pazakont për një lum si Semani që lidhet me sasinë e rreshjeve dhe shkarkimet e hidrocentralit të Moglicës mbi lumin Devoll. Pamja që shihni pas meje është lumi Seman në shtratin e vet në pikun e vërshimeve të tij. Është një lum që rrallë herë e kalon argjinaturën, por kur e ka bërë këtë, ka lënë pas dëme katastrofike. Për këtë arsye, banorët dhe autoritetet e vlerësojnë si të rrezikshme çdo dalje të Semanit nga shtrati. Ndryshe nga vjosa, argjinatura e lumit Seman është dëmtuar, gjë që e konfirmojnë edhe vetë banorët. Eduard Garavelli tregon se si një natë më parë qëndruan zgjuar nga frika se lumi do kalonte mbi argjinaturë. Për këtë situatë, ai fajson dhe bashkëfshatarët e tij, duke e quajtur përmbytjen ndëshkim për papërgjegjësinë e tyre. Unë s'kam frikë, unë them inshallah kur do dali, ti veri popullit mendje, se falë për shprehjen këta e gacmojnë vetë atë argjinaturën.
Njëri vjet e merr gur për themel, tjetri thot marr çik dhe se është dhe o mirë ky për të mbushur baçen. Tjetri vetë merr dhe për të tashu lule. Me mendjen tënde ti vetë e bllokon. Njëri bllokon kanalin, tjetri merr hedh dhe pjesë vet. Me pak fjalë ka faj dhe populli. Populli këtu, vendi im këtu. Edhe njerëzit kanë faj. Vetë. Një natë më parë uji arriti nivelin e argjinaturës duke qëndruar për disa orë përpara se të tërhiqej. Nga ora 12 deri në orën 2-3. Pra, për 3 orë avërsisht qëndroi afër argjinaturës. Po, gati dilte ai lëpish lart argjinaturë kështu uji. Se kemi parë na janë në këtë lloj gjendje. Në këtë gjendje. Pra, nëse do dilte i bie që gjithë kjo zona këtu. Jo andi, po neve këtej një. Të vi ujë nga poshtë shtëpisë. E di çfarë do të thotë? Një të merr i frikshëm që po vetë 60 vjeç asnjëherë. Le që kam 35 vjet aty dhe asnjëherë s'm ka ardhur. Me ujë njëherë jo, nuk bëhet çka. Dëmet në bujqësi janë të shumta. Ujë të dëmton se është herë e tretë që përmbet. Ujë është armik. Herë e tretë. Herë e tretë. Qëndroi një javë, rreth për mua. Tash e ke prap plot. Kur të bie ujë? E mban mend semanin kështu? Në 62 ka dalë semani që plasi ordinatura. Edhe në 71. Semani është bashkimi dy lumenjve Osum dhe Devol. Ai përshkon territorin e Roskovecit, Patosit dhe Fierit dhe përfundon në bregdetin e Semanit. Edhe në fshatrat e Vlorës të prekura nga përmbytjet ka nisur verifikimi i dëmeve në 3 fshatra pranurës së Mifolit, ku vjosa doli furishëm nga shtrati, ka të rënda në 15 banesa si dhe bagëti të ngordhura. 15 banesa në fshatin Bishan Fitore dhe Novosel, 20 kryer bakti të ngordhura dhe dëme në rezervat ushqimore për bakti. Evidentimi i dëmeve të shkaktuara nga përmbytjet në njësinë administrative Novosel vijojnë, ndërsa pritet edhe për llogaritje e tyre në tokat bujqësore. Nga bashkia Vlorë janë evidentuar dëme në banesa, ku janë 4 në fshatin Bishan, 8 në Novosel dhe 3 në Fitore, të cilat janë shumë pranë shtratit të lumit. Nga drejtoria e veterinarisë ka nisur evidentimin në bakti në stane dhe stalla. Kreu i drejtorisë së Adila Kojdeli ka konfirmuar se janë rreth 20 kryer bakti të ngordhura, ndërsa dëme më të konsiderueshme janë në ushqimin për bakti. Për shkak të uljes së temperaturave më njershme nga prania e ujit, ka pasur rreth 20 qëngja e keca ka pas dëme të ngordhur për shkak të të mbulimit me ujë, por për shkak të uljes së temperaturave nga prania e ujit. Jemi në evidentim ditë për ditë, sepse kemi akoma ferma që në disa zona nuk është larguar përfundimisht ujë. Aktualisht është shpërndar deri më tani rreth 6 ton koncentrat dhe do të vijohet me këto ndihmë, ndërsa evidentimet në tokat bujqësore do të kryhet nga Ministria pas tërheqjes totale të ujrave. Dëmet kanë qenë të konsiderueshme në bazë ushqimore. Kemi shpërndar 6 ton të para koncentrat. Sot pres ngarkesë tjetër të vijë, ngarkesë e parë ka ardhur nga Drejtoria e Rezervave të Shtetit, sot Ministria e Bujqësisë më dërgon ngarkesën tjetër me koncentrat. Me barë kemi më të vështirë për të furnizuar, me koncentrat tash do jemi pranë tyre dhe them për një periudhë 10 ditore e mjaftueshme kjo që të jenë liruar tokat përfundimisht nga prania e ujit. Situata në këtë zonë tashmë paraqitet më e qetë, ndërsa pritet përfundimi total i evidentimit të dëmeve. Në Durrës përmbytjet kanë prekur më shumë se 5200 objekte, prej të cilave 1200 janë shtëpi. Verifikimi i dëmeve ka nisur në çdo banesë, ndërsa zonat më të goditura nga përmbytjet mbeten Ishkëneta, Shkozeti, plazhi dhe spitalla. 5200 objekte të prekura në Durrës, prej të cilave 1200 janë shtëpi. Është ky bilanci paraprak i grupeve të punës në terren, të cilët po kryejnë akt konstatimet për shkak të përmbytjeve që goditën jo pak qarkun e Durrësit. ABC News ndoqi nga afër një grup pune në terren dhe siç duket edhe nga pamjet, skuadra trokase ndërmodern. Zona Ishkënetës është zona me numrin më të lartë të banesave që kanë patur probleme të mëdha nga përmbytja, por edhe Shkozeti, plazhi e spitalla nuk qëndrojnë pas. Me qindra banesat përmbytura janë konstatuar edhe në Suk dhe Katun të Ri, ku gjithashtu punohet për konstatimin e dëmeve në banesa. Një grup pune mund të kryej deri në 40 akt konstatime në ditë dhe po punohet me qëllim që ky proces të përfundojë sa më parë. Kjo është faza e verifikimit të dëmeve, pasi do të jetë edhe një fazë tjetër ku do përllogariten dëmet financiare. Pjesa më e madhe e personave
Familjarët e evakuuar janë rikthyer në shtëpitë e tyre, përveç atyre që janë vendosur në kovalescencën e ministrisë së rendit dhe në shtëpinë e pushimit të oficerëve, pasi për këta ka procedura të tjera shtesë për rikthimin në shtëpi. Më parë grupet e punës duhet të bëjnë kontroll në banesa nëse janë ose jo të banueshme e më pas japin vendimin për rikthimin e tyre. Përmbytjet e ditëve të fundit zbuluan dhe ndotjen, lumejnë shkarkuan Bregdeton e lata mbetjesh plastike në plazhet e Shëngjinit dhe Tales. Panorama pas tërheqjes së detit është e rëndë, ndërsa bashkia ka nisur punën për pastrimin e tyre. Hedhja e mbetjeve plastike kudo në territor është një nga faktorët që shkakton dhe bllokim të kanaleve kulluese të ujrave. Deti trazuar për shkak të motit të keq dhe baticës së malle solli në Bregdetin e Tales dhe te Kranahellun mbetje të shumta, të cilat krijuan një problematikë serioze. Ndërmarrja e shërbimeve ka nisur pastrimin e saj në mënyrë për të larguar të gjithë të mbetje që u akumuluan gjatë këtyre ditëve. Plorjet e shtuara të lumejve kanë sjellë në Bregdetin e Lezhës sasi të mëdha mbetjesh, kryesisht dru dhe materiale plastike. Pas tërheqjes së detit, zonat e tëra në plazhet e Shëngjinit dhe Tales janë mbuluar nga mbetjet e transportuara nga rrjedhat ujore. Me përmirësimin e kushteve të motit, Bashkia e Lezhës ka vlerësuar sidomosdoshmërinë ndërhyrjen për pastrimin e këtyre zonave, me qëllim ruajtjen e mjedisit dhe mbajtjen e plazheve të pastra, ndërsa dukuria ndodh shpeshherë. Rreshtet intensiv të shiut, që ranë ditët e fundit, dhe purit e shumta të lumeve sollën në Bregdetin e Lezhës dhe mbetje të shumta. Kjo solli ndotjen në plazhin e Shëngjinit dhe Tales. Me përmirësimin e kushteve të motit, Drejtoria e Shërbimeve Publike në Bashkinë e Lezhës ka nisur ndërhyrjen për pastrimin duke angazhuar mjete dhe punëtorë. Këto ndërhyrje do të jenë vazhdueshme në varësi të situatave që do të krijohen me qëllim që të mbajmë këto zona pasra gjatë gjithë kohës. Prurjet e lumejve bun, drin dhe mat krijojnë vazhdimisht ndotje të Bregdetit në Lezhë, ndërsa largimi i tyre mbetet e vetmja zgjedhje për të mbajtur plazhet e pastra. Prurjet e plastikës nga lumejt për shefin e qeverisë janë kriminale, ndaj një ditë më parë paralajmëroi dhe një paketë të ashpërsuar masash për ndotësit. Temperaturat e qarta kanë krijuar vështirësi në qarkullim në shumë rrugë të vendit ku ka bordhe ngrica, por pavarësisht kësaj gjithë akset kombëtare janë të hapura, ndërsa kontraktorët janë në terren për shpërndarjen e kripës. Ulja e temperaturave disa gradë nën zero ka vështirësuar qarkullimin e mjeteve në vend. Autoriteti rrugor shqiptar thekson se problematik janë kryesisht segmentet në veri dhe juglindje të vendit, pavarësisht se gjatë natës nuk ka pasur reshje shiu dhe dëbore. Termometri ka regjistruar temperatura të acarta, të cilët arritën deri në -18 gradë Celsius në Valbon, -15 gradë Celsius në Kukës, -10 gradë Celsius në Dibër dhe -15 gradë Celsius në Qafthan. Pavarësisht vështirësive, raportohet se qarkullimi vijon normalisht në të gjitha akset kombëtare. Kontraktorët me mjete dhe punëtor të shtuar janë në terren pa ndërprerje, ku kanë bërë pastrimin e akseve rrugore dhe shpërndarjen e kripës për të evituar ngricat. Drejtuesve të mjeteve i kërkohet që të bëjnë kujdes të shtuar gjatë drejtimit të automjetit, të pajisen me goma dimërore dhe zinxhir kur udhëtojnë sidomos në zonat malore me prezencë dëbore dhe ngrice. Për shkak të punimeve që po kryen nga autoriteti rrugor shqiptar për ndërtimin e mbikalimit të ri në Qafkashar, në 2 ditët e ardhshme, mjetet që kalojnë nga Tirana për në Rinas do të devijohen në drejtime të tjera. Për të shmangur problemet në qarkullim, punimet janë parashikuar të kryen gjatë natës, konkretisht nga ora 20 deri në 6 të mëngjesit. Punimet parashikohet të zgjasin 2 ditë, më 13 dhe 14 janar. Qarkullimi i mjeteve drejt aeroportit Rinasi do të kryhet përmes rrugëve alternative nga Vora në Fushkruj, rruga Dytësore, Tiran Kamës Valia Serinas, rruga Kashar Thuman e ndërtuar nga koncesionari. Dita e sotme u regjistrua si dita më e ftohtë e vitit. Në Peshkopi termometri shënoi -11 gradë Celsius, ndërsa bordhe ngrica ka në gjitha zonat malore. Sinoptikanët thonë se rritja e temperaturave do të nisë nga mesi i javës. Kjo e hënë shënoi ditën më të ftohtë të vitit deri më tani. Sipas sinoptikanëve, vendet më problematike janë Verilindja dhe Juglindja e vendit. Aty ku edhe temperaturat regjistruan deri në -11 gradë në qytetin e Peshkopis, ndërsa në Korçë termometri shkoi deri -9 gradë Celsius.
Pas motit të acartë, temperaturat do të pësojnë rritje, duke nisur nga e marta. Temperatura më e ullët e ditës së sotme ka qenë në qytetin e Peshkopis me -11 gradë Celsius, pra ka qenë dita më e ftohtë për sa i përket periudhës së dimrit deri në ditën që ne flasim. Për kryeqytetin termometri regjistroi vlerën e -2 gradë Celsius, por duke filluar nga dita e nesërme dhe deri në ditën e premte ne presim një rritje graduale të temperaturave. Ditën e nesërme parashikohet që termometri në zonat malore të shkojë deri në -6 gradë Celsius. Sipas sinoptikanës Besa Shellorari, edhe me vlerat maksimale ne presim rritje të temperaturave në mesjavë. Moti do të jetë i qëndrueshëm kryesisht me diell, por nuk do të mungojnë as vranëstirat, ndërsa nuk priten rreshje shiu. Por ditën e premte, pothuajse pjesa më e madhe e territorit pritet të jetë në vlera pozitive dhe vlerat negative pritet të jenë vetëm në zonat malore -1 e lokalisht -2 gradë Celsius, por edhe në vlerat maksimale ne presim rritje të temperaturave ku ditën e njëjtë dhe ditën e premte pritet që termometri të shkojë deri në 17 e lokalisht 18 gradë Celsius, kryesisht në zonat e ulta dhe në Bregdet. Për sa i përket motit, gjatë gjithë këtyre ditëve do jetë në ndikim të masave ajrore të qëndrueshme, të cilat do të sjellin mot kryesisht të kthjellët e vranësira të pakta kalimtare, por pa prezencën e rreshjeve të shiut. Këtë të hënë në disa akse rrugore malore në vend u regjistrua edhe prezencë ngricave, për të cilat sinoptikanët thanë që gradualisht këto do vinë në paksim, pasi temperaturat do të vinë në rritje. Publikohet online fjalori më i madh i gjuhës shqipe, vepra më e rëndësishme e gjuhëtarëve, për cilën u punua në 5 vitet e fundit. Fjalori me 120.000 fjalë dhe shprehje frazeologjike të shqipes përmbledh pasurinë leksikore të shqipes, akumuluar deri vitet e fundit, si dhe fjalë të reja që kanë hyrë në shqip nga ndërveprime me gjuhë të tjera apo nga risitë e kohës. Fjalori aksesohet online falas në internet. Nëse jeni të pavendosur për mënyrën si shkruhet një fjalë apo ju duhet një sinonim, mund të kërkoni në fjalorin e madh të gjuhës shqipe. Për herë të parë është publikuar online dhe mund të përdoret pa pagesë nga të gjithë. Si shkruhet, si lexohet, si përdoret sinonimet, antonimet, frazeologjia që lidhet me atë fjalë, janë të gjitha falas në faqen fjalori.online. Zëra konkret janë vetë 105.000 fjalë. Nëse do hyjmë pastaj të numrojmë edhe gjitha përdorimet e veçanta, numri është më i madh, mund të shkojë te 120.000 fjalë. Shprehje frazeologjike, shprehje të pa asimiluara të gjuhës shqipe, fjalë tuaja që kanë filluar të përdoren por nuk janë ende të ngulitura. Kishte ardhur koha që të gjithë shqiptarët dhe të gjithë dashamirësit e gjuhës shqipe të kishin në dorë një mjet të tillë. Pastaj një fjalor kaq të madh sigurisht që nuk e kishim në dorë. Pas rreth 5 vitesh punë realizohet projekti më i madh i Akademisë së Shkencave, që përfshiu një grup të madh gjuhëtarësh. Fjala që ka më shumë përdorim, qoftë në aspektin sasior, qoftë edhe në shtrirje gjeografike, ajo fjalë ka gjetur vendin në këtë fjalor. Sipas gjuhëtares Anila Kananaj, në fjalor janë shtuar fjalë të reja, ndërsa të vjetrave ju janë pasuruar kuptimet. Është filluar nga fjalori gjuhës shqipe i 1980-s. Këtu duhet janë rreth 41 deri në 45.000 fjalë. Janë hequr, janë shtuar kuptime, shembujt janë ndryshuar, kuptimësia është shpjeguar në përputhje me konceptimin e shoqërisë shqiptare sot. Nuk është thjesht heqje e ideologjisë, po ashtu janë fjalë të reja pastaj që shqipja i ka krijuar si pasojë komunikimit me shoqëritë e tjera. Por është vjel edhe pasuria dialektore e gjuhës shqipe. Fjalët që kanë zënë vend në gjuhën shqipe, të cilat shqipja i ka bluar, le të themi, fjala vjen googloj, ka gjetur vend, patjetër që do pasqyrohet. Fjalët që nuk janë të stabilizuara mirë, më shumë janë të teknologjisë. Kemi lënë një listë në fund të fjalorit. Por momentin që fjalë kalon në status më aktiv, vendoset nga lista në fund të fjalorit, kalon brenda në fjalor. Gjuhëtarët shprehen të hapur për sugjerime. Në faqen e fjalorit online ka një rubrikë të posaçme. Secili mund të shnojë të dhëna për një fjalë të re, për kuptimin me një fjali ilustruese që ta kuptojmë neve se si përdoret ajo fjalë. Gjuhëtarët do të presin mendime për rreth 9 muaj, më pas do të nisin punën që fjalorin e madh të gjuhës shqipe ta kthejnë në një vepër për ta pasur dhe mbi tavolinë.
Ishte gjithçka e përgatitur për Tirana Live për ditën e sotme. Të tjera zhvillimet përditësuara minut pas minute nga vendi, rajoni dhe bota, ju mund t'i ndiqni dhe në faqen tonë abcnews.al, njërësh dhe në valët e radios 105 FM.